Biznesmeni Begjet Pacolli ka reaguar lidhur me situatën në kantierin e aeroportit të Vlorës. Në postimin e tij në rrjetet sociale, Pacolli i bën thirrje Spakut të nisë hetime të plota mbi atë që ai e cilëson si skandal të rënd të nisur nga individ që veprojnë në kundërshtim me ligjin. Ju qytetarë të nderuar, keni të drejtën të informoheni mbi të vërtetën. Fatkeqësisht ende nuk keni njohur me gjendjen reale në aeroportin e Vlorës. Për këtë arsye i bëj thirrje urgjente Spakut të nisë menjëherë hetime të plota mbi këtë skandal të rënd të krijuar dhe ushqyer nga individ që kanë vepruar dhe vazhdojnë të veprojnë në kundërshtim me ligjin, duke cënuar rënd shtetin e së drejtës dhe sistemin juridik të Republikës së Shqipërisë. Koha për të zbardhur të vërtetën dhe për të vënë përgjegjësit para drejtësisë është tani, shkruan Pacolli. Ai bën me dije se pas disa muajsh bllokade të terminalit të Vlorës, punonjësit e Mapkos dhe nënkontraktorët e saj janë rikthyer në kantier, ku sipas tij po kryhet verifikimi dhe evidentimi i dëmeve të shkaktuara gjatë kësaj periudhe. Pas muajsh të tërë bllokade të paligjshme dhe uzurpimit të terminalit të Vlorës nga grupe kriminale, Mapko dhe nënkontraktorët tanë kanë mundur të rikthehen në vendet e tyre të punës. Në këto momente po kryhet verifikimi dhe evidentimi i dëmeve të shkaktuara nga vandalizmi, vjedhjet dhe shkatërrimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe. Shprehet Pacolli. Biznesmeni thekson se është e rëndësishme që institucionet kompetente të marrin masa për të parandaluar çdo përshkallëzim të mundshëm të situatës dhe për të garantuar sigurinë e punonjësve dhe të kompanive kontraktuese. Për më shumë se 10 muaj, këto grupe kriminale kanë vepruar në kundërshtim flagrant me ligjin, me metoda të papranueshme dhe çnjerëzore, duke cënuar jo vetëm pronën private, por dhe rendin juridik dhe sigurinë e investimeve. Më shqetësues është fakti se veprimtaria e tyre dyshohet se është mbështetur ose toleruar nga individ që fshihen pas petkut institucional, ndërsa në raste të caktuara kanë tentuar të ndikojnë dhe procese gjyqësore duke sfiduar hapur sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Është domosdoshme të identifikohet dhe të vihet përpara përgjegjësisë i gjithë zinxhiri i personave të përfshirë në këto veprime të rënda, të cilat kanë dëmtuar interesin publik, sigurinë juridike dhe imazhin e Shqipërisë si një vend që garanton shtetin e së drejtës dhe mbrojtjen e investimeve, shkruan Pacolli.